Do të ketë tentime, por vështirë për të besuar që do të ketë një qeveri të shpejtë dhe një qeveri ose të opozitës ose të kësaj partije që i ka fituar sot zgjedhjet. Për shkak që nëse nuk ka një bashkim të partive të mëdha, vështirë për të menduar se cilin lider politik për të vendosur, për të rikthyer për të qenë në kryeministër i Kosovës me votat të blene ose me votat të cilat mund të ketë tendenca pra të fitohen nga parti tjera politike. Për shkak që ka procese shumë të rëndësishme në Kosovë dhe ato procese nuk mund shtyhen përpara pra me votat të deputetëve të partive tjera të cilat nuk kanë marrë vota në fushat zgjedhore pra nga ajo parti me çka janë zgjedhur, por që duhet fillimisht nëse duam një qeveri të qëndrueshme të kemi oferta serioze, oferta reale, mbase kryeministri Kurti, nëse do me bë qeverinë dhe nëse do me pas një partner të mëdhej, të madh, do të kërkoj fillimisht falje për epitetet që i ka quajtur ish opozitën ose opozitën gjatë fushatës zgjedhore dhe nëse opozita është gati për t'ia falur dhe për të ulur për diskutuar pra me lëvizjen vetëvendosje. Por nuk besoj që kjo opozitë është gati të diskutojë me lëvizjen vetëvendosje, të paktën nëse nuk është kombinim pra biseda dhe kryeministit. Pra nga aspekti politik ka shumë formula dhe ato formula vështirë për të ngushtuar dhe për të thënë se kjo është rruga të formimi i qeverisë dhe një qeverisë të shpejtë, mund të ndodhë pra me nismën formimi i qeverisë, por nuk besoj që Zoti Kurti nuk besoj që ka atë guxim që të qeverisë Kosovën vetëm me Zotin Kurti për t'i arritur pra 61 vota. Për shkak që ka procese shumë të ndihshme dhe me 61 vota nuk mund të bëj asgjë dhe jo terminalet kanë mu harru që ka me dhënë kompromis me deputet dhe me negociu me deputet për të siguruar vota kujt duhen pra në Kuvendin e Kosovës. Prandaj nga ky aspekt vetëm nëse don shumë Zoti Kurti pushtetin mund të shkojë në krijimin e qeverisë me Zotin Glimaj, gjë që nuk besoj për shkak që nga aspekti i kalkulimit politik nuk i konvenon askujt. Këta numra që i kemi sot, vështirë për të besuar që i konvenon një partije politike, po them pra nëse ndajmë opozitën me një anë dhe lëvizjen vetëvendosje përfshirë dhe Zotin Glimaj, për shkak që nuk ka jetëgjatësi